varet se kush do të jetë kryeministër i Kosovës pas zgjedhjes prezidenciale, qoftë në zgjedhjet parakohshme, qoftë në zgjedhjet e rregullta. Po nëse kemi një kryeministër që është në vit të mendimit njëjtë pra me presidentin, atëherë ndikimi i tij do të kishte edhe më i madh, sepse do të jemi atë fardyshën e Rusisë siç e kishëm Putin Medvedev. Pra kalon njëri kthehet tjetri, pra në aspektin e ndikimit do të ishte më i madh, po nëse kemi një kryeministër nesër që është në kundërshtim me bindjet e tij, atë roli i tij natyrisht do të zvoglot, sepse po themi është rol më i lartë një rrugë shtetërore, por sa i përket kompetencave financiare, ekzekutive, të vendimarrjes, të hartimit ligjeve, besa është shumë i vogël, nuk është. Apo i shpall luftë saktësisht kompetencave ti me këtë galla organizimi që po e bën. Unë kam përshtypjen që këto po do me tregu madhështinë e vet në një pozitë që nuk është as edhe mashtore. Pra duke bërë një ceremoni e para që nuk i ka hije Kosovës, as për shkak të krizës në të cilën gjendet Kosova politike, e cila është e kushtueshme, pra një president i mirë kish më thon po i kërcej këto parë, po i dërgoj sa ishte poziti 1 milion euro, sa thanë 1 milion në leukemi, shërimin e leukëmisë për fëmijë, kështu që është më shumë më respektueshëm se sa të bëjnë një festë në cilën nuk i shkon askush.